Bashkia e Tiranës përsërit qëndrimin e saj se nuk do të lejojë rritje të çmimit të biletës së transportit urban. Vendorët thonë se i takojnë qeverisë të gjejë mekanizma të rinj për të ndihmuar financarisht transportin urban për pa ndikuar në xhepat e konsumatorëve, pra pa ndryshuar çmimin e biletave apo aboneve. Ju e dini tashmë pozicionin shumë të fortë të Bashkisë Tiranë. Çmimi i biletës për Bashkinë Tiranë nuk duhet të rritet në asnjë mënyrë. I takon qeverisë të shikoj mekanizma tjerë financiarë të pa eksploruar akoma, të cilët mund t'i sjellin operatorët në kushte më të mira të përfitueshmërisë ekonomike të tyre, në mënyrë që cilësia e shërbimit në Tiranë të ngelet ajo që është. Bashkia e Tiranës përfundoi rikonstruksionin e plotë të rrugës Prengjakova, pranë 21 dhjetorit. Kjo rrugë është asfaltuar, pasi më parë kanë përfunduar edhe kanalizimet. Është një rrugë e cila, siç e shikoni, ka marrë një pamje të mrekullueshme, rreth 200 metra linear, 500 metra linear instalime, tubacione të ujrave të bardha dhe të ujrave të zeza, rekonstruksioni plot i rrjetit të ujësjellësit, rreth 20 cop pemë bli dekorative dhe janë prishur në shumicën dërmuese të rrugës muret anësore për të zëvendësuar me kangjellar. Nënkryetari i bashkisë Eno Bozdo thotë se bashkia është e përkushtuar në ndërhyrjet në infrastrukturë në çdo lagje dhe zonë të Tiranës.